në veri të vendit, nuk e di tash kur emitohet ky emision. Të nesërmen. Domethënë sot është e martë. Në veri të vendit kam qenë para ditës sot. Dhe kam shkuar që të interesohem me disa holumtime që po dalin partitë politike për zgjedhje lokale. Jam duke e bërë holumtimin disa aktivistat institutit. Kur është hera fundit që e ke vizituar Serbinë? Ja, Serbinë nuk më i vizitua se jam lizez që prej vitit 2020. Prej atëherë se ke vizituar? Më kom në mision. Ja, s'muj me shku, po nuk kthena. Jam si sigurt këtë punë, prandaj nuk më i vizitu se jam lizez, po listë pa dëshiruarve të tyne, se listën e zezë e ka veç Amerika. Si po e sheh Fatmir Shoholli Kosovën sot? Sot më duhet me zgjidh fjalë se tani po kjo ushtria e Facebookut është e jashtëzakonshme. Dëgjoj, Kosova nuk ka qenë kur në këtë situatë që është tash. Qepse. I kem mas pakti 2, po i them, çështje. Janë në sanksionet Bashkimit Evropian, edhe ne kanë ndërprer dialogun strategjik Amerika. Qito sene nuk i kena pas përpara kur. Është mira keq që më thonë, do të me pas sanksione shteti, këto e vlerëson populli. Edhe është mirë apo keq që e ka ndërprer Amerika me neve një farë, që besa një farë iniciative, se nuk i shkon kjo që ka fillu ky dialogu strategjik, por iniciativë, apet e vendos populli. Kosova, unë besoj që me lirimin e komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët gjenden padrejtisht në Hagë, do ta merr një epokë të re, vitin e ardhshëm, edhe kena me bëu misione, ku me marr 2 burrat çtu nga veti, Hashim Thaçin e Kadri Veselin, edhe me thonë pani çtu dhe me kallëzu edhe ju kush jam unë se s'pidin këta që ata që pa provokator për më shohin e tjerë, ka pak po tollëm, por besoj që një epokë e re e Kosovës vitin e ardhshëm do të jetë. Nga 1 deri në 10, si e vlerëson performancën e qeverisës Kurti dhe pse? 1 apo 2? Qeveria Kurti. Komplet. Po nishi ku unë ja 52 ditë ndohet. Kështu që s'kam çka me vlerësu atë, se po e po. Atëherë flasim për këtë tani. Qeveria Kurti 2. Ti e din, edhe herën e parë kam thonë që unë jam rrit një hymje me ish kryeministrin e qeverisë Kosovës. Apo çish po ka që me thonë, kryeministrin detyrë, hajde mos na idhnohet. Nëse është e arritur që tani 2 vite më shumë jena në sanksionet Bashkimit Evropian, edhe na ka ndërprer ky farë dialogu me Amerikën, atëherë edhe pse më duket që Kurti e tha që opozita pak po e rrit këtë farë muhabetin e se sa bashkë ashtu që na prish me Amerikë, inshallah që ashtu, kisha pas shef me thonë që ashtu, po sha besën shpat nuk e di bre, apo besën nuk përveç veriut, të kuptohemi se në veri, më duhet me thonë këtë punë, ka bërë, qysh me thonë, e ka shtri ligjshmërinë, se profesorën e tjetër që tu konë, po ligjshmërinë e ka shtri, e kjo është e arritur, unë besoj që po, edhe, qysh me thonë, tani, unë besoj që Kurti, kur të lën këtë farë muhabetin e qeverisë këtu, edhe kur të shkon tullet pa pas petkun e pushtetit, jam shumë i bindun që ka me reflektu edhe ka me po allaj vetë edhe gabimet edhe të mira që ja ka sill këtij veni, por në përgjithësi unë jam për një farë uniteti, nuk mundet me thonë një njeri që mundet me igra kësaj punë, kësaj Kosovë, se na jena që ashtu sui generis. Si po e vlerëson procesin në Hagë të krerët të UÇK-s deri më tani? Qërë, ti e di që më konë objekt veti, më kanë thirrë atje, kam qenë, prokuroria më kanë thirrë për punë të babës tem, që është vranë vitin 97, dhe unë e kam dëshmuar që babën tim nuk e ka vrarë ushtria çlirimtare e Kosovës. Këte e ka thonë me gojë vetë, mas dëshmisë teme, e keni domethënë publikisht,
ish zavens komandanti i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës e kandidati për kryetar i Klinës, Sokol Bashota, ku në pyetjen e avokatës së zotit Krasniqi, Jakupit, se kjo komunikat a ka ndodhur që ushtria lirimtare e Kosovës ka marrë përsi për gjonat cilat nuk i ka bo, a i thët pikrisht kështu që shpë thëni ju, kjo është rasti më eklatant. Dhe këtu e tha edhe James Rubin, tha që komunikatat që i ka shkrue, u që kreja ma shumë kam pas shefa me kalëzue që jena, ka dhe shumë të mëdhenj, në regull është aja, krejt, unë e kuptoj këtë çështje, mas jam konë objekt vetë i këtij muhabeti në Hagë, më takon me thonë këto që ka e thash, kurse sa i përket procesit si proces, shpat qëre, na si kina po dëshmitarë që i konë më shefën kështu edhe në do, që i konë kështu, se di që kanë thonë, po qëta që i kina post hapë për mëzata, e për lëp, Nuk im konë normal atëherë. e për, apo kupton, pasha besën amirën më rekret të shtetit për këto punë, edhe unë besoj që kjo është, ky proces në Hagë, do të mbohet mend për padrejtësi të jashtëzakonshme juridike, me i mojt njerëzit 5 vjet në paraburgim. Po kjo s'ka kërkon. Paraburgim. Paraburgim do mëon. Ti tash ata thue verdikti jipet mas lartë, dikun mars të vitit tarshëm e kem të kryem. Po, edhe jipet verdikti dhe shyenit pafajshëm. Po burë që 5 vjet të gjyshtë mojtë. Po ti beson që të shpollën pafajshëm? Po jo, do t'ishte çuditje madhe me ndodhet ndryshe. A ke postur ose a ke lidhje me Cian? Jo, këto kam thonë publikisht, e ki aty në Facebook temin. Kom ra në kontakt me ta, kur ka qenë William Walker në vitet 98, kur ka nërë me atë ekipin, dhe Gjo Carter është mik jam, ajo është në penzion tash, dhe unë qatë sa kom mujt me dit i kom kallëzue, kom fol, por mas lufte, kom qenë bashkëpunëtor i shërbimit informatik të Kosovës, Kadri Veselit.